Me humbjen e kreut të Kishës Katolike, Papa Franceskut, filluan të dilnin jashtëzakonisht thënie interesante të tij. Edhe për këtë kthjellim të radhës, siç është ndonjëherë kur njerëz të mirë largohen, lën disa shenja si për mësime jete dhe lum kush arrin të përfitojë prej tyre. E di cila ka qenë një nga porositë e Papa Franceskut, prisë dhe lexoj tani. Muret e spitaleve kanë dëgjuar më shumë lutje të sinqerta se sa shumë kisha. Kanë parë puthje më të sinqerta se aeroportet. Në spital shikon një homofob që shpëtohet nga një mjek homoseksual. Shikon një mjek të klasës së lartë që shpëton jetën e një lypsi. Në kujdesin intensiv, një hebre kujdeset për një racist. Mijëra bashort falin njëri tjetrin me shpresën për një shërim të plotë. Një policë dhe një burgosur ndajnë të njëjtën dhomë dhe marrin të njëjtën përkujdesje. Një pacient i pasur pret një transplant të mëlçisë nga një donator i varfër. Janë ato momente kur spitali prek plagët e njerëzve dhe universitet ndërthuren me një qëllim hynor. E në këtë bashkim të fateve e kuptojmë se të vetëm nuk jemi asgjë. Shpesh e vërteta absolute e njerëzve zbulohet vetëm në momentin e dhimbjes ose përballë kërcënimit të një humbjeje të pakthyeshme. Spitali është vendi ku qenjet njerëzore heqin maskat dhe shfaqen ashtu siç janë, në esencën e tyre të vërtet. Nëse Sona e marrim dhe e lexojmë dhe e përkthejmë në jetën tonë me atë nivel spitalesh që kemi ne, i bie që nëse fytyra jon si popull, si shoqëri, është gjendja e spitaleve, mirë ne pas kemi marru prej shumë kohësh. Ti e di si thot një shprehje që një vend që ka nevojë për heronj, është një vend, po përkthej kështu thjesht fare, është një vend i marrfund. Një vend që ka nevojë për heronj. Jo, mjafton na shpreh, nëse spitalet janë fytyra e një shoqërie, ne jemi të marrfund. Jemi të marrfund.